9 kilometra vrapuan rreth 1000 atlet. E më i miri nga ta doli Tiron Mamusha. Në fund të muajit maj, ai mori pjesë në krojp të Gjermanisë, garë për të cilën tregoi më shumë vet ai. Atje kam arrit me doli pori, gora ka filluar në ora 10 të natës, ka qenë diçka eksperiencë interesante se është gora pore jame që kam ngaru natën, edhe është ndër gorat e pora, gora por që garohet natën në Evropë, ndër gorat e pora. Edhe ka qenë një gorë interesante, shumë atraktive, e lezetshme, jam kënaqur gjatë gorës, kena pas 3 më të cilë njëtin rrugë, edhe kam arrit me doli pori, ka qenë një konkurrencë, më me thonë konkurrencë e mirë. Tironi tregoi po ashtu edhe për planet e tij të ardhshme. Javën tjetër shkojnë me një kamp përgatitor në Malzi, mandej mas kampit kam garën e tjetër me 11 korrek në Zagreb, Kroacisë, aty garojnë në gjysmë maraton, edhe atje është night run. Mandej planet tjerë janë prapë, domethënë zakonisht sezoni i verës është vetëm kampe, edhe gara ku marr ftesa. Prej shtatori filloj me sezonin e garëve, ku garët më me thonë ka një sezon shumë i fortë. Ky event sportiv mbledh qindra atlet profesionistë dhe amator nga vende të ndryshme, të cilët garojnë në ndriçimin magjik të natës përgjatë rrugicave të ndriçuara të zonës së Moselit.